Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua piu ujë me limon për një vit dhe ajo çfarë i ndodhi i la të gjithë pa fjalë. A keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh me ju nëse pini ujë me limon dhe mjaltë për një vit të plot, pa ndërprerje për 365 ditë të vitit? Është një blogere famshme australiane e cila vendosi të tregojë gjithçka dhe të ndajë me ju benefitet e famshme të këtij eksperimenti pas 12 muaj provë nga ana e saj. Crystal Davis është një blogere e cila gjithashtu shkruan poezi. Një ditë ajo vendosi që të ndërmarrë një eksperiment të çuditshëm duke përdorur veten. Ajo vendosi që të pi një gotë ujë, limon dhe mjaltë çdo ditë për një vit të tërë, për të parë nëse ka përfitime të këtyre përbërësve natyral të kombinuar së bashku ose nëse ka më shumë efekte anësore. Blogerja vendosi që të ndajë gjithçka në rubrikën e saj për shëndetin duke pranuar përpara gjithë botës se ky eliksir ka efekte fantastike në organizëm. Mirë po duhet të bëni kujdes, sasia e limonit ka një rëndësi shumë të madhe sepse në qoftë se ju e teproni me të, mund të keni probleme në trup. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se përfitimet e kësaj pije janë vërtet të mahnitshme dhe ato vinë vetëm duke pirë një gotë me ujë të ngrohtë çdo ditë me një gjysmë limoni të freskët dhe një lugë çaji mjalt organik. Përfitimet që ju do të keni janë lëkura më e pastër, metabolizmi juaj do të përmirësohet, tretja është ndikuar pozitivisht dhe nuk vuan nga gripi apo sëmundje të tjera gastrointestinale për një vit, nuk vuan për një vit nga sëmundje të fytit, sistemi juaj imunitar do të përmirësohet, gjithashtu do të ndiheni më të ngopur dhe kjo do të çojë në rënjen e dëshirës për ushqime jo të shëndetshme. Gjithashtu do të bëheni një person i mëngjesit pa pasur nevojën për të pirë kafe, por ka edhe kundër indikacione. Limoni në qoftë se do të pihet çdo ditë është i dëmshëm për ata të cilët vuajnë nga gastriti, refluksi apo ulcera. Stomaku mund të preket dhe kështu edhe goja për shkak të aciditetit të limonit, por përfitimet e organizmit janë njëkohësisht shumë të mëdha në krahasim me efektet anësore, ndaj pse të mos e provoni edhe ju. Ndërkohë, sipas ekspertëve, mënyra se si e nisim ditën tonë është mjaft e rëndësishme për mënyrën se si vazhdon dita jonë. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për ujë në mënyrë që të largojnë toksina dhe të ripërtërinë qelizat tona. Për ta bërë këtë gjë, nuk duhet të shohim përtej një gote të mbushur me ujë të ngrohtë dhe limon për ta nisur ditën në mënyrën e duhur. Receta e përgatitjes është shumë e thjeshtë. Shtrydhni një gjysmë kokër limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka rëndësi sepse ai ndihmon në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mundet që t'i dëmtojë organet e tjera. Përgjatë pjesës tjetër të ditës ju mund të konsumoni lëngun e limonit me ujë të ngrohtë ose të ftohtë sipas preferencave tuaja. Shumica prej nesh nuk marrim mjaftueshëm ujë përgjatë ditës dhe uji është i rëndësishëm pasi përbën 60% të peshës tonë trupore. Shtimi i limonit në ujë do të thotë marrje e vitaminës C dhe hekurit, kalciumit, kaliumit, fibrave dhe gjithashtu pektinës. Për të mos harruar, janë edhe përbërësit antibakterial të cilët ndihmojnë në mbajtjen e shëndetshme të organizmit. Shumica e njerëzve e përdorin ujin me limon
edhe si një zëvendësues të kafes, ndaj në qoftë se po përpiqesh t'i largohesh sadopak kafeinës, uji ngrohtë me limon mundet që t'ju ndihmoj në këtë proces. Prandaj këtu ju do të mësoni të gjitha arsyet përse uji me limon është kaq i rëndësishëm për shëndetin. Sipas ekspertëve, reduktohet risku për infarkt në zemër dhe gjithashtu sipas shoqatës amerikane, pastron lëkurën dhe redukton shenjat e plagjes duke përfshirë edhe eliminimin e rrudhave. Vepron si një detoksifikues dhe njëkohësisht sipas një studimi, uji me limon ka aftësinë që të kryejë të gjitha proceset dhe funksionet e mëlçisë, përmirëson humorin dhe njëkohësisht ekuilibron emocionet, balancon nivelin e pH-it dhe gjithashtu përmirëson shenjat e inflamacionit dhe vepron si një reduktues i dhimbjes së lehtë, ndihmon në shërimin nga dhimbja e kokës, lehtëson diskomfortin si pasojë e konstipacionit, shton oreksin dhe gjithashtu kontribon në shtimin në peshë në rast se jeni nën peshë, përmirëson aromën e frymës tuaj, qetëson dhe rregullon aparatin respirator, lehtëson infeksionet e traktit urinar, parandalon dehidratimin dhe gjithashtu lodhjen e veshkave, rregullon metabolizmin tuaj, parandalon lodhjen e trurit në punë apo në shkollë, forcon sistemin tuaj imun, redukton prodhimin e mukusit në rrugët e ajrit, pastron organet e brendshme dhe i ndihmon ato që të funksionojnë në mënyrë optimale. Nxit funksionimin normal të sistemit tuaj tretës dhe ju ndihmon në arritjen e një shëndeti të mirë në tërësi. Uji me limon është një pije plot me vlera që përmirëson tretjen duke nxitur bikarbonatin dhe ndihmon në hidratimin e trupit dhe në funksionimin e muskujve. Përveç kësaj, ai vepron si detoksifikues, pastron lëkurën, redukton në rrudhat dhe gjithashtu ai ndihmon edhe në luftimin e ftohjes, gripit dhe dhimbjeve të fytit. Këto janë disa nga përfitimet kryesore. Tretja, ndihmon në zorrë dhe njëkohësisht lehtëson tretjen. Detoksifikimi, largon të gjitha toksinat e këqija nga trupi. Lëkura, redukton në rrudha dhe njëkohësisht shenjat e plagjes. Shëndeti, lufton ftohjen, gripin dhe dhimbjet e fytit. Pesha, ndihmon në rënien në peshë. Për një efekt maksimal ju mundet ta pini në mëngjes me pak krip ose me ujë të ngrohtë. Ndërkohë, limonët kanë një shije të mirë, por edhe janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenolëve, antioksidantëve e të tjerë. Për më tepër, antioksidantët e kurojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Prandaj, pirja e ujit me limon që në mëngjes i jep trupit tuaj antioksidantët e nevojshëm për rigjallërimin e lëkurës dhe njëkohësisht freskinë e saj. Uji me limon të bën mirë në çdo orë të ditës, por mëngjesi ka një rëndësi më shumë për shkak se uji me limon në mëngjes ka një efekt hidratues pas një nate gjumi dhe zbuturin. Ekspertët thonë se trupi jonë në mëngjes është tërësisht i dehidratuar, prandaj kjo pije do të na vinë në ndihmë menjëherë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!